Shkruan Diana Toska. Këtë temë kam trajtuar edhe para disa vitesh, por sot e shoh më qartë se kurrë. Ne po vdesim për së gjalli çdo ditë më shumë. Shqiptari sot nuk po vritet, ai po vdes nga frika pak nga pak çdo ditë. Frika nuk po na vjen nga shteti, por nga partitë shqiptare që me një vend pune, një tender, një favor mizerabël e kanë shndërruar njeriu në qenie vegetative, që ha, që hesht dhe që nuk i beson më as fjalës së vet. Kështu mbahet pushteti. Secili duke u friksuar nga dikush. Liderët shqiptar nuk kanë frikë nga populli. Ata kanë frikë nga partneri Maqedonas. Kush do të zgjidhet për koalicion, kush do të shpërblehet me pushtet, kush do të mbijetojë edhe një mandat. Ata vdesin për pushtet, jo për komb. Liderët shqiptar jetojnë të tmerruar nga shërbimet sekrete dhe nga shefi i qeverisë. Çdo ditë e kalojnë duke vdekur nga pak, nga frika se kur do t'u hapen dosjet, kur do t'u dalin në shesh veprat e tyre antikombëtare. Ka edhe më keq. Disa vdesin edhe më shumë herë. Janë spionët e dyfisht, flasin shqip, mendojnë slavisht e arabisht. Njësoj i tyre luan Bixhoz Fshurazi në bodrumet e erta slave dhe nënshkruan verdikte anti-shqiptare. Soi tjetër e mban Sexhaden si kravat, falet kudo që i bie rruga. Në parlament, në xhami me bodyguard e polic, në universitete u mban ders studentëve për pastërtinë e muslimanizmit të tij. Shet poza morale dhe lobon kundër identitetit të kombit të vet, edhe pse në pushtet ka ardhur me 200 vota, i mjaftojnë për ta shitur popullin e vet. Disa lider tanë kanë vdekur ditën që kanë hyrë në pushtet, ditën kur kanë premtuar zvoglimin dhe ndryshimin e identitetit kombëtar, ditën kur pranuan që ne të shpallemi pakicë dhe të flasim gjuhën e 20%-shit, jo nga padituria, por sepse kishin detyra për t'i kryer, nga një popullsi shtetformuese me mbi 30%, po coptohemi për t'u zvogluar, për t'u riformatuar si dy entitete pakicë brenda së njëjtës etni, shqiptari dhe muslimani. Kjo që po ndodh nuk është fat, është projekt. Është sistemi i këtij pushteti shtetëror dhe sistemi i interesave të huaja anti-shqiptare. Liderët tanë nuk gabuan, ata zgjodhen këtë rrugë. Identitetin nuk e humbëm, ata e nënshkruan. Pakica nuk u shpall rastësisht nga dikush, ata e legalizuan. Akademia nuk u shua, ata e shitën. Kultura shqiptare nuk u harrua, ata po e fshin çdo ditë. Feja nuk po jetohet, ata po e përdorin për ndarje, dhe frika nuk është më neutralitet, është krim në bashkëfajsi. Kush mban përgjegjësi? Historia nuk i gjykon kombet nga sa herë u mashtruan, por nga sa herë pranuan të vdesin për së gjalli. Shqiptari nuk rrezikon të zhduket nga armiku, a rrezikon të zhduket nga frika për ta thënë të vërtetën. Pyetja nuk është më apo vdesim, pyetja është kush do të mbajë përgjegjësi për këtë vdekje.